A lejohet lëshimi i Kuranit gjatë një pune, por non-stop thot nuk mund ta dëgjoj me vëmendje këtë Kuran që ka lëshu, është të punu diçka, edhe nga ana tjetër ka lëshu Kuran. Po, lejohet me izin të Allahut, s'ka problem. Normal forma ma mirë, ajo superiorja është që me ndëgju me vëmendje, por nëse nuk mund me vëmendje, atër përderisa e respektan, nuk bën ndonjë vepër e cila është jo hishme para Kuranit, me fole, me keshe, me buhajgare, po jo të punu një punë, jo të qadru, ose gruja është të përgadit ushqim, edhe vëmendjen e ka të ushqimi, po në anën tjetër është Kurani i lëshuar, s'prish punë. Na gjithmonë kemi atë rregullin, ma mirë me lëshu diçka të hajrit, se sa diçka të sherrit, ose diçka të hajrit ma mirë me lëshu, se sa asgjë. Ma mirë nga pak me ndëgju, se sa mos me ndëgju hiç. E dim se është ma mira, po dhe kjo formë inshallah taala është e lejuar, është e mirë, edhe nuk ka problem. Ta lirojmë meselen aty ku Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka liru, atë sa kanë liru edhe kanë leju ata.